është një super zhvillim kur ti e ke të qartë çfarë do të bësh. Për shembull, nëse ti ja jep një armë, një njeriu që s'di ta përdori, ai mund të vrasë, është i pavetëdijshëm. Majmunit. Ose majmunit, për shembull, me atë Derisa ti mbaroj fishekët. Kur i mbaroj fishekët, ai ka mbaruar. Ai nuk di ta zhvilloj më atë gjë. Edhe një njeri që nuk din ta përdorë inteligjencën artificiale dhe e keq përdor si në rastin e Arianit, ai do e përdori keq deri kur ti mbaroj fantazia e Do e tij. përdori keq deri në momentin që nuk rregullohet. Aktualisht zhvillimi i inteligjencës artificiale nuk të rregulluar nga aspekti ligjor. Do bëhet Dhe në Shqipëri. përsa kohë, jo, ajo është tjetër gjë, lutem, nuk ka lidhje. Po flasim për të drejtën e autorit, dhe përsa kohë nuk do të rregullohet me aspektin ligjor, atëherë do të abuzohet. Pra ti ke dhënë të gjithë njerëzimit një mjet dhe i thua të lutem përdore mirë, por mes nesh do të kesh patjetër njerëz që e përdorin të për keq dhe abuzojnë me të dhe madje mundet të krijosh këngë, libra, artikuj, patjetër. Shumë Po versionet e chatit. Ti vjen të drejtën e Po versionet autorit. e chatit me pagesë bëjnë mrekullira. Ti që i nati kam? Një, kjo është karma e ndërshkrimit të gjithë atyre pseudo-artistëve dhe ju artistëve të mirë që heshtët, kur ata pseudo-artist e shkatëruan muzikën me tekste ordinere, me tallava dhe vetëm disa kryonin dhe të gjithë të tjerët klikoheshin më shumë. Këto tekstet e ndyra janë klikuar. Tani, e di pse jam e mërzitur me ty unë. Unë ti e di shumë mirë që unë s'kam asë një tekst me banalitet, një, dhe e dyta unë kam 2 vjetë që kam e shdorë nga këto gjëra, dhe jam kundra këtyre, dhe jam pro të drejtës të autorit, dhe këta do vi një ditë... jam e mërzitur me ty. Që ti kaq vite miku im, s'më bëre një këngë. Qati ma bëri për 5 minuta këngën. Të ta bëj? Ta shi se dua unë tani. Ta këndon qati? Po ta këndon qati një Me qatë pra, të abim me qatë. Me që diqme, një këngë Ornella s'kemi të gjuar. Ma ka bërë Irma Libova me qatë. Dhe ma dërgoj dhe ishte një surprizë. Dhe jo, edhe unë mund të abit tani, po oke, me shqistet ka bërë Irma Mikesh, ajme unë po i fej Erioni. Rinati Irma. Jo, Erioni se është emri kesh. Që do me thëmë, janë dalemi këtu, sa ko do duesh e ty, dhe sa lek do duesh e të mbëje këngën mua. Që si ke ato lek? Me qatë apo në studio? Me qatë apo... Ta bëjon pa lek fare. Po pa lek fare, mos e nëzirë celular. Po pse se shikon këto të mirë? Po pikërish këtë po të them që unë si Arian e përdor për punën time, por qati më ka hequr muzikantët. Unë kisha 5-6 muzikantë që mbanin familjen, që i paguajnë, tani qati... Po jo, edhe unë që mësum punën do ullë çmimin.